Federica Mogherini është përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, aktualisht rektore në Kolegjin e Europës, është arrestuar në Bruksel në kuadër të një hetimi të gjerë për mashtrim në procedurat e prokurimit publik. Lajmi është konfirmuar nga mediat belge, të cilat raportojnë se ndalimi i saj lidhet me një dyshim korrupsioni që përfshin Kolegjin e Europës dhe Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm. Sipas gazetës Le Soir, hetuesit kryen sot kontrolle në zyrat e shërbimit diplomatik të BE-s në Bruksel, si edhe në disa ndërtesa në Kolegjin e Europës në qytetin belg të Brugës. Në total janë ndaluar 3 persona, mes tyre edhe Federica Mogherini. Akuzat e mundshme lidhen me periudhën 2021-2022 dhe përfshin dyshime për mashtrim në dhënien e tenderve publik, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Hetimi po fokusohet në mënyrën se si Kolegji i Europës fitoi një tender për zhvillimin e Akademisë Diplomatike të Bashkimit Evropian, një program trajnimi 9 mujor për diplomatët e rinj të BE-s. Prokurorët po përpiqen të zbulojnë nëse përfaqësues të Kolegjit të Europës kanë pasur informacion paraprak mbi kriteret e përzgjedhjes gjatë procesit të tenderimit, çka do t'u jepte atyre avantazh të padrejtë dhe mund të vërë në duke një rast të mundshëm favorizimi apo konkurrence të pandershme. Hetimi po udhëhiqet nga Prokuroria Europiane, institucioni i pavarur i Bashkimit Evropian, i ngarkuar me hetimin e mashtrimeve që prekin fondet e Unionit. Për momentin autoritetet nuk kanë dhënë detaje mbi statusin e Mogherinit pas ndalimit, ndërsa procedurat hetimore vijojnë.